Nuk ka ditë që një nga përfaqësuesit, një nga pjesëtarët e koalicionit Shqipëria Madhështore të largohet ose të bëjë një deklaratë. Kemi rastin e fundit të Selami Jenisherit, po ndërkohë që unë po flas mund të ndodhi ndonjë çudi tjetër. Dhe këto janë veprime që natyrisht janë një goditje e madhe psikologjike për elektoratin e PD-s dhe për votuesit në përgjithësi, për ata që kanë ndërmend që të votojnë PD-n. Partia Demokratike bëri një veprim i cili nga ana matematikore mbase ishte i suksesshëm. Janë një trast prej 200.000 votash ose diçka më pak që kanë këto partitë e vogla që e ka futur në trenin e saj elektoral, të cilët mendon që mund t'i japin ndonjë deputet. Domethënë bëhet fjalë pak a shumë për 10 deputet, nëse nisemi nga shifra që një deputet përfaqëson 10.000 votues, por edhe më pak të jenë gjithsesi, si tha, qarja. Miro, jo gjithmonë qari shkon vetëm, shkon qari dhe qederi. Dhe në këtë rast, largimi i Jenisherit nga koalicioni, në cili një farë mënyrë është një personazh folklorik, padyshim që nxjerr prap në skenë atë koalicion pa principe që bëri Partia Demokratike, sepse ke brenda aty një spektër të tërë politik, të cilët në fakt nuk i bashkon as ideologjia, as parimet, dhe këto parti më tepër se sa ideologjike dhe parimore janë parti të cilat përfaqësojnë interesat të themeluesve të tyre. Madje disa prej tyre janë vetëm si emër, sepse përfaqësojnë vetëm familjen e themeluesit. Por kjo natyrisht që është edhe një cop litari, pra është ajo historia e Tersit të Pojanit që tha kur të vdesa më lini një cop litari jashtë. Dhe pastaj u fut fshati në sherr, sepse donte të dinte që pse Tersi e la litarin jashtë. Dhe në këtë rast kemi të njëjtën fabull të historisë. Berisha ka bërë një koalicion i cili është në një farë mënyrë copa e litarit që ka lënë jashtë, ku ka futur në sherr gjithë njerëzit që kanë në koalicion, dhe këta po zihen me njëri tjetrin, tash e kanë kuptuar që nga kjo nuk përfitojnë asgjë, sepse e kanë të qartë që Shqipëria Madhështore nuk fiton zgjedhjet. Në qoftë se do t'i fitonte, mund të kishin shpresë që do merrnin ndonjë drejtori, ndonjë shef komisariati, më thash, ndërsa me mos fitore, këta dalin cirkuar qefur, nuk fitojnë asgjë. Dhe kanë kuptuar që ky koalicion ka vetëm qarë për PD-n, por atyre ju mbetet qederi, sepse PD-a ju merr votat, por nuk ju jep asgjë. Mendonin që mund të ishin të koalicioni të listat e mbyllura, por të listat e mbyllura është vetëm Fatmir Mediu dhe 2-3 antarë të Partisë së Lirisë dhe një e PD-jus të Shpëtim Idrisit. Të tjerë nuk janë. Kështu që këta tani e kuptojnë që kanë rënë pre e diplomacisë, e makiavelizmit të Berishës, por në fakt nuk përfitojnë asgjë nga kjo. Por në sa duket, medaljet e tyre kundra kanë vendosur të bëjnë një farë mënyrë keqe dhe Berishës, sepse natyrisht që e vën në pa këtë lloj koalicioni, e vën në pa çfarë personazhesh folklorike, nga njëherë komike, ka ky koalicion, gjë që e bën natyrisht të dëmtuar Partinë Demokratike, e cila është edhe forca kryesore aty, dhe shpeshherë bën edhe qesharake. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, dritarit dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.